Edhe sikur është muhabeti që ajo ka, do të vashim në dikon, them se ndikon, fansa si ka, nga kamera, se bëri buj 2025. Këti fare, unë kam parë vetëm një 2-3 video, po s'ka lidhe gjithë ndikon fare, sepse shiko ti mund të kesh shumë fansa për jashtë, po ka ndodhur më përpara që kam patur jashtë shumë fansa dhe kanë qenë gjumë gjithë ditën ose kanë kalu komplet në negativitet si thua ti dhe s'ka lidhje fare, se s'duhet flas për edicionet e kaluara. Ajo nuk ka lidhje fare. Besom, në atë rast nuk ka lidhje hiç. Por unë ditë të them këtë gjë, që publiku shikon të gjitha dhe neve nuk e bëjmë lojën në qoftë, nuk është loja vetëm fakti që unë tash jam në nominime dhe unë tash do del nga vete, do harbohem, do ziheme çfarë ndani përpara. Nuk është kështu. Unë nëse do zihem me dikë kam një arsye. Sepse i bie me rregull treshi që ky e bën thjesht për nominim. Pse nuk u zuaj përpara kur ishte në nominim? Apo jo? Sepse kështu i bie. Po i bie, kështu i bie, më kupton, nuk po flas për Kristin. Do të thënë hap konflikt për një arsye, do të thënë kot. Nuk ka sens, më kupton? Kristi pastaj ka marrë një pozicion negativi, një antagonist, siç e tha dhe Monika, më kupton, e ka marrë me gjithë shpinë. Është si antagonist. Por ai e di vetë, edhe Kristi ka qenë në gjumë këto kohë të fundit. Ai ka fjetur gjumë gjithë natën. Ka fjetur gjumë non-stop. Neve kemi qesh me lopë. Ka fjetur me që nga ora 8-9. Më kupton? Juve po bëni parti me unë, s'pëndihesha mirë, ika, shkova u lava, ishte në kukur të gjumit. Ishim ne që përqeshtim, bro. Në gjumë ka qenë gjithë ditën. Ullë këtu, pata diçka unë me të. I thash po flej gjumë, jo, do në të zihemi, mua hapi gojën prapi, thash ikë se flej gjumë tashim, le rahat. Ka qenë komplet në gjumë, nuk ka lidhja ajo pjesë. Seno është aktivizuar, por unë po të them edhe një herë tjetër. Unë personalisht nuk e shikoj që aktivizimi duhet vi thjesht sepse... Jo, po ka qenë fillime. Jo, e kuptoja në atë gjë, po dramën gjigande... Pa gjumë 4 ditë, ka lëvizur shumë dhe gjë mua, ka si lëvizur shumë. Ti shikon me syrin, po unë të them që ajo, unë pa tjetër shikoj me syrin tim, po të them që në mendimin tim, se si perceptohet nga jashtë, siç kam qenë edhe unë një shikuese e rregullt e Big Brotherit, të videove më shumë në Instagram, sepse nuk kam pasur kohë 24/7 se unë jetoj jashtë e di këtë gjë. Në perceptimin tim, nëse dikush nuk ka qenë shumë aktiv, dhe pastaj aktivizohet për nominim, është shumë e qartë se bëhet ajo gjë, më kupton? Dhe pritet një rënje, por është çështja e tyre, varet si e percepton publiku. Unë kam lojë tjetër, kam strategji tjetër, unë manovroj në mënyra tjera. Nuk është vetëm manovrim brenda lojës së Big Brotherit për mendimin tim, vetëm që të hap konflikte, domethënë konflikte paralele me laut, me shumë zë të lartë. Unë mund t'i hap, kam shumë gurë që mund të lëviz në mënyrat e mia. Dhe besom që kam lëvizur shumë gurë. Dhe gjuajtja ime e parë ka qenë që me nominimin. Gjuajtja ime e parë ka qenë që me nominimin. Dhe kjo dihet shumë mirë. Dhe publiku e din shumë mirë, ka marrë mesazhin se si funksionon.